Pra kjo ishte problemi. Unë I them të tërë nëpërmjet jush që unë nguta edhe kërkoj ndjes, sidomos për dëshmorët u çikos. Do më vinte shumë keq që unë të mendoja që ata u vranë për të bërë Kosovën republikë. Ata u vranë për të luftuar për ta bërë Kosovën pambarur, sigurisht. Edhe gjithë luftëtarët e tjerë, gjithë veteranët. Kështu që ju kërkoj ndjes. U tregoj pa kujdesshëm aty. Çka do të ndodh me procesin edhe me kredet e ushtrisë ligjore në Haug? Po flitet shumë që ata do në fund të këtij viti do të përfundon procesi dhe ata do të lirohen. Çka mendoni ju? Unë uroj që të lirohen. A besoni në pafajësinë e tyre? Pafajësinë nuk besoj, kam të sigurt. Edhe unë çështë. Shiko, atë pafajësia e tyre është e sigurt. Meqense ata në fillim u akuzuan për krime shumë të rënda. Ajo që bëri përshtypje në Europë ishte transplanti. Tregtia e transplantit organeve. Që gjoja në Shqipëri ishte një klinikë shtëpi e verë. Ishte absurde. Megjithëse u kundërshtua, ajo tani s'ekziston më, po me ato fillu procesi. Pastaj u detyruan ta heqin nga akuzat. Tani hoqën dhe plot akuzat tjera dhe ka ngelur akuza që po e them me fjalët e mia se nuk e di si formulohet ligjërisht, është që këta kanë përgjegjësinë që s'kishin një ushtri të disiplinuar dhe mos I linin ushtarët që kanë gabuar, sigurisht ka ushtarë që kanë gabuar, kanë shfrytzuar faktin që kishin armë në përduar, e kanë shfrytzuar që ndjenin një mbështetje te UÇK dhe ndonjëri ka marrë dhe hak për ndonjë gjë. Gjëra të tilla kanë ndodhur dhe nuk çuditëm, kanë ndodhur në Shqipëri mas luftës. Do të thonë, në situatë të tillë ku s'ka shtet, kur akoma s'është kriju shtetin, kur Kosovën e ruanin të huajt, që akoma se njifnin. Do ranë institucionet e serbet të Kosovës, situata ishte që ndodhin ndonjë gjëra të tilla, po s'është përgjegjësi Hashimi. Nuk ishte Hashimi shefi një ushtrie të rregullt që të dinte biografinë secilit, të dinte si qysh tekrën se tash. Për këtë arsye unë them që ata janë absolutisht pafajshëm. Pse? Për akuzat që kanë mbetur. Akuzuan për ato të para të autoran veti, hoqën ata, po dhe akuzat që kanë mbetur se janë detyruar tani që vetëm akuzë është kjo që. Pse? Lejuan që të ndodhin gjëra të tilla atje poshtë. Ndërkohë që ajo nuk ishte ushtri e rregullt. Po sigurisht. Faleminderit shumë profesor. Kemi njoftur luftën partizane, unë kam pas baba partizan, dhe jo nga librat e nga I madh, si ka qenë një luftë partizane. Bam, këtu, mbrohu. Kryesore ka qenë mbrohu. Edhe këtë Kosova, UÇK, e bëri detyrën e saj duke futur fitilin e luftës Kosovë. Milošević u tregu idiot, kujtoj se me forcë do ta zgjidhte atë problem, dëshme I përzën gjithë, vrau, bëri krime, Reçaku është. Reçaku është një nga kthesat e luftës. Ambasadori OSBE-s doli dhe bëri deklarata skandaloze kundra serbëve. Hera e parë që komuniteti ndërkombëtar jepte zyrtarisht, se unë e di që si I dinte të gjitha, jepte zyrtarisht opinion të qartë kundra serbëve. Po të shikosh se unë I nxora në një letër, po s'ke nevojë që t'i përdor, ka ndodhur shumë shpejt ngjarjet mas njëra tjetrës. Prekazi në fillim, pastaj ndodhi Reçaku, pastaj me radhë erdhi Rambuje shumë shpejt mbas. Brenda një vit e gjys u përmbys situata. Kosova fitoi pavarësinë. Vërtet. Pavarësinë do hyri NATO brenda. Pastaj gjëra tjera, po, këtu ku jemi sot, akoma janë ta gjëra që. Por një vit e gjysje. Pse ushtria qeveritare e Kosovës funksiononte, po ishin shumë pak, me aksione të veçanta që kanë bërë. Mbas situatës familja Jashari, në Prekas, unë jam dëshmitar që UÇK-ja mori një hovë jashtëzakonisht madh. Një pjesë shumë e madhe e rinisë kërkoi që të luftoj. Erdhën në Shqipëri.
Erdhë në Shqipëri 20 e ca mijë vetë. Pse? Atje u hap lajmi, shkojmë në Shqipëri se atje t'japin armë. Faleminderit shumë profesor. U përpiqëm të mëziu i bindëm që të ktheheshin, nuk kishte armë. Në Shqipëri kishte armë sa dush, po nuk e bënim dot, se atje ishin gjithë gazetarët e botës. Por, kështu ka qenë. Faleminderit shumë Të profesor. lutem. Faleminderit edhe shikuesve që na ndjekët, faleminderit edhe atyre që mësuan realizimin e këtij emisioni. Është ujë Sibura, një shish ujë Sibura, është një hap drejt jetës së shëndetshme, është Premium Center në Ferizaj që gjeni rruba të veçanta, e gjeni tek ura e madhe në Ferizaj, si dhe fidanishtja Flakaduni me pemë dhe fidanishte të bukura për ambientet juaj. Faleminderit shumë që na ndëshët, natën e mirë, kaq ishte për sonte, shihemi javën tjetër sigurisht.